Çdo hap drejt shëndetit është një hap drejt lumturisë. Vim tek ju për të mësuar më shumë rreth shëndetit dhe mirëqenies. Shfaqet dhe nefropatia diabetike. Çdo javë ne sillim ekspertë të njohur në fushën e mjekësisë. Kanceri i gjirit është një sëmundje sistemike, Të cilët do t'ju ofrojnë informacione të vlefshme, këshilla praktike dhe përgjigje për pyetjet tuaja më të rëndësishme. Virusi nuk është se pyet për çfarë arsye ti nuk e bën vaksinë. Nga temat e përditshmërisë dhe deri tek çështjet më komplekse, si sëmundjet kronike, risit dhe arritjet mjekësore, intervista ekskluzive dhe rrëfimet tuaja. Ne jemi këtu për t'ju mbështetur në çdo hap të rrugtimit tuaj për një jetë më të shëndetshme. Mjekët më të mirë janë në këtë mision të rëndësishëm, informimi dhe ndërgjegjësimi. Çdo të shtunë, ora 18, emisioni Diagnoz nga Freskida Miloti, në A2 CNN.
Mi e pak biskotat? Ju lutem prisni. Kërkesa juaj është e rëndësishme për ne. Ma? I ke parë gjatë qecat e makinës? Si jeni? Mirë për nderit. Keni akullore me mente dhe copa çokolade? Anile dhe biskota. Jo, mente dhe copa çokolade. Akullorja ime. Ma, a mund të më çështite festa sonte? Po ju kaloj në departamentin tjetër. Ju meritoni shërbimin më të mirë të klientit. Në çdo kontakt me Vodafone, mjafton të na pyesni vetëm një herë dhe ne ju japim zgjidhjen e duhur. Sepse në Vodafone, kujdesi për klientin nuk është thjesht shërbim, është premtim. Together we can. Mega Sport në A2 CNN. Futbolli shqiptar. Kombëtarja kuqezi. Sporti në botë. Tashmë me format të ri. Do jemi së bashku çdo diel orën 22:15 këtu në A2 CNN me mua Altin Sulçën. Dita jon, nga shtatori, në A2 CNN. Ka zëra që janë shuar, ka të vërteta që janë shtrembëruar, ka histori që nuk janë treguar. Prej sa vitesh konsumoj lëndët narkotike? Thuajse mbi 15 vjet. Sepse nuk hesht, nuk shmang, nuk zbukuron. Flet me zërin e atyre që nuk u dëgjuan kurrë. Konstatuan që fëmijët kishin autizëm. Sepse do t'jetë aty ku sistemi ka dështuar, aty ku drejtësia ka vënuar, aty ku shoqëria ka harruar. Në telefon është pinë fashjes. Në çdo episod vjen një histori, një e vërtet, një njeri që meriton të dëgjohet, në një realitet që nuk fal. Përshitova veten. Shoku i ndroje kapitësh. Unë e pash që trupi im u ligështua. Ky nuk është show. Kjo është përballje. Nuk do të pyesim më, pse nuk foli askush. Sepse tani flasim ne. Sepse me Restina Skënderi, çdo të diel, ora 18. Luftrat. Aleancat. We stand together, united in NATO. Diplomacia dhe loja e pushtetit që formsojnë botën dhe rajonin. Një orë për të zbuluar prapaskenat e gjeopolitikës globale.
Do t'jemi me analiza dhe raportime të thelluara mbi ngjarjet që përcaktojnë të ardhmen. Rreth e qark, dritarja që hapet çdo mbrëmje mbi botën në lëvizje. Të nderuar teleshikues, përshëndetje, ne fillojmë kështu së bashku. Puls në A2 CNN, aty ku rreh zemra e lajmit. Politikë që ndes debate. Edi Rama I ka shpallur luftë demokracisë shqiptare. Është një luftë për shtetëdorjen demokratike. Ekonomi që prek xhepin. Aktualitet që të mban në tension. Sjarë, atë të thanë. Që nditë shumë të mërshme. Sport që të jep adrenalin. Kultur që të frymëzon. Cim është thirrje e parë. Çdo ditë, drejt për drejt nga zemra e ngjarjeve, me lidhje live me gazetarët tanë. Analiza që shkojnë për te titujve, drejt dhe në thelb. Puls, ndjeje rrahjen e lajmit, përjeto realitetin. Vetëm në A2 CNN, çdo ditë nga ora 12 deri në 15, me Bruna Çifliku. Dikur ishin idhuj për shumë njerëz, sot janë emblema të sportit shqiptar. Jo vetëm në futboll, volejboll dhe basketboll. Një hapësirë e veçantë vetëm për legjendat e sportit. Protagonistët e vërtet të sukseseve të mëdha, rrëfejnë ndryshe gjurmët që kanë lënë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Të pathonat e karrierës shumë vjeçare, vlerësimet që kanë marrë në vite, pengjet që u kanë mbetur. Në ishte njëherë sporti, çdo të shtu në mbrëmje, me mua, Dea Kozma. Dita jonë, nga shtatori, në A2 CNN. Të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion e